vajzja për kultura e na shumë knasën të punimit që janë bërë këtu. Na hek pisleku, na hek ujnat e këqia, ujnat e bardha, është asfaltu, a hek pluhni, gjithçka a bërë shumë e mirë. Janë të ndryshume rrugët dhe janë të kompletume me gjithçka, me vjetë bardha me ndryshime me gjithçka. E falenderojmë kryetarin pa mos, ka punu edhe na ka përkrah për çdo gjë që i kena rënë qafë. Faktikisht, duke e parë rrugën, na duket si një ëndër, deri para 2 muajve ishte pothuajse e pakalueshme. Gropat ishin masive, pluri ishte prezent gjatë gjithë kohës edhe të vërtetën si një mamire në pritje, jam shumë e lumtur që kjo rrugë realizoha kaq bukur, le të themi më bukur se që kishim menduar. Po na ndërtohet një pedonale që do na shërbej gjithashtu edhe për moshën e tretë. Uroj shumë që të jetë po kaq e bukur sa kjo rrugë dhe përzemërsisht dua të falenderoj edhe Bashkinë e Kamzës për këtë punë kaq të bukur që ka bërë kryetarin, zotin Erkiq Suli. Falenderoj shumë edhe uroj të vazhdojmë me punë po kaq të bukura sa ç'ka bërë deri tani.